Të nderuar të pranishëm, i nderuari zoti Kaj Hoffman, udhëheqësi i programit të GIZ-it, shërbimet e qëndrueshme komunale, e nderuara zonja Emi Dekenberger, udhëheqëse e programit të USAID-it, të avancojmë Kosovën së bashku. I nderuari zoti Naim Ismaili, kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, të nderuar kryetarët komunave dhe drejtorët të shërbimeve publike. Mirë se keni ardhur në ceremoninë shpërblyese të projektit Skema Beacon për identifikimin dhe shpërndarjen e praktikave të mira komunale në fushën e shërbimeve publike, projekt i mbështetur nga GIZ-i, i implementuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Për të elaboruar në pika të shkurtra procesin e implementimit të skemës Beacon, ftoj drejtorin ekzekutiv të Asociacionit Komunave të Kosovës, zotin Sazan Ibrahimi. Ju faleminderit. Unë veç do të jap një njoftim shumë të shkurt saj përket projektit të skemës Beacon. Asociacioni Komunave të Kosovës këtë proces e ka marrë si model nga Anglia. Në Mbretërinë e Bashkuar për herë të parë është bërë implementimi i një skeme të tillë, ku janë identifikuar praktikat e mira në nivelin lokal, dhe ato praktikat mira janë transferuar për atyve komunave në komuna tjera. Në tonë projekti zanafillën e ka të Mbretëria e Bashkuar. Asociacioni Komunave të Kosovës ka pas kontaktin e parë me GIZ-in në vitin 2014, me zotrin Kaj, si njohësi mirë i pushtetit lokal, po edhe njohësi mirë i praktikave të mira, jo vetëm në Evropë, po edhe në botë. E kemi përpiluar projektin dhe pas miratimin nga bordi është propozuar në GIZ, ku ka gjetur një mbështetje dhe një përkraje të plotë. Në janar është nënshkruar marrëveshja për implementimin e projektit, ka filluar implementimi i projektit, është mbajtur takimi i parë i kolegjumit për shërbime publike, do të thonë gjithë drejtorët e shërbimeve publike komunale kanë qenë të informuar për formën e aplikimit. Gjithashtu është mbajtur edhe komiteti drejtues i këtij projekti, në të cilin kanë qenë 3 kryetarë të komunave. Është përgatitur aplikacioni për aplikimet e komunave, janë përpiluar kriteret për aplikim dhe vlerësim, është përgatitur udhëzuesi për aplikimin e komunave, pastaj gjitha komunave u është dorëzuar aplikacioni dhe kriteret dhe udhëzuesi. Gjithsej, nga të gjitha komunat kanë aplikuar 19 komuna me 22 aplikacione. Do të thonë, qëllimi i projektit ka qenë që të plasohen përvojat e mira nga ato komuna, në mënyrë që Asociacioni i Komunave të Kosovës t'i bartë në komuna tjera. GIZ-i e ka formuar komisionin e ekspertëve vlerësues, në të cilën kanë qenë 3 anëtarë, plotësisht pavarur, cilën e ka bërë vlerësimin e aplikacioneve. Pastaj, pas vlerësimit të aplikacioneve është mbajtur takimi i dytë i kolegjumit për shërbime publike, për formën e shpërndarjes së praktikave më të mira komunale tek komunat e Kosovës. Gjithashtu, komisioni i ekspertëve me përfaqësues të GIZ-it dhe të Asociacionit Komunave të Kosovës ka dalë në terren, do të thonë ka vizituar komunat dhe kanë vlerësuar vendpunimet, praktikat e të cilave janë paraqitur për aplikim. Pas ditës së sotme, në muajin korrik, do të thonë do takojnë 3 komunat e përzgjedhura me përfaqësues të GIZ-it për formën e implementimit të çmimeve, në varësi nga nevojat e komunave përfituese. Dhe në muajin shtator do të bëhet ndarja 3 praktikave të mira te komunat e Kosovës. Do të thonë kjo është vetëm shkurtimisht projekti i shpërndarjes së përvojave të mira nga disa komuna të Republikës Kosovës në komuna tjera. Duhet të theksoj që kjo është hera e parë që një procesi i tillë është duke ndodhur te ne, do të thonë që është duke ndodhur përmes Asociacionit Komunave të Kosovës. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. E falenderojmë edhe ne zoti Ibrahimin. Me këtë rast, e ftojmë kryetarin e Asociacionit Komunave të Kosovës, zotin Naim Ismaili, për një fjalë rasti. Të nderuar të pranishëm, mirë se keni ardhur në ceremoninë e ndarjes së shpërblimit për projektin Skema Beacon, projekti i cili identifikon dhe shpërndan praktikat më të mira të komunave në fushën e shërbimeve publike. Fillimisht më lejoni që në emën timin dhe në emën tuaj
Të falenderoj në veçanti organizatën gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar GIZ, zotin Kaj që sot është bashkë me ne, një partner shumë i çmueshëm me të cilin kemi pasur një bashkëpunim të vazhdueshëm në implementimin e shumë projekteve të rëndësishëm për komunat e Kosovës. Në vazhdën e këtyre projekteve është edhe projekti sot skema Bikon, që ka për qëllim që të shpërndan shpërblimet e 3 fituesve të këtij projekti në fushën e shërbimit publike. Ky projekt paraqet një koncept shumë kreativ dhe me efekt shumë dimensional në fushat afatgjate. E veçanta e projektit është sidomos efekti që ka projekti në kuptimin e asaj që manifeston dhe promovon inovacione në nivele lokale me elemente të stimulimit dhe të motivimit të nivelit lokal për projekte të suksesshme në kuptimin e shkëmbimit të përvojave dhe praktikave më të mira të cilat do të ndikojnë në rritjen e performancës së komunave. Projekti ka pasur një histori të suksesit sidomos në Angli, ku edhe ka origjinën. Por edhe në shumë vende të tjera të Evropës është parë si projekt i rëndësishëm dhe si i tillë është implementuar. Duke pa këto praktika, edhe ne si Asociacioni Komunave të Kosovës shpresojmë se projekti në fjalë për cilin edhe sot jemi të bukur këtu do të ketë një histori të gjatë të suksesit në vendin tonë. Projekti skema Bikon ka për qëllim identifikimin, përdorimin e tanishëm të praktikave, të performancave më të mira të komunave, duke shpërndarë ato në komuna tjera. Përveç kësaj, projekti synon të nxjisë risi, të rrisë performancën aktuale të pushtetit lokal. Ndër objektivat e këtij projekti janë edhe krijimi një platformës të qëndrueshme në shkëmbimin e praktikave më të mira në mesin e komunave. Pastaj, të shpërblej komunat me performancë më të mirë, duke futur një motivim, çmimi dhe zhvillimi i grupeve në kuptimin e mjeteve të menaxhimit të njohurive dhe zbatimit të tyre në praktikë, të cilat edhe do të gjenë praktikë. Në vazhdim do të bëjmë shpërndarjen e praktikave më të mira të identifikuar nga ky projekt sot. Këtë mos ta kuptojmë asesi si një garë klasike, por si një proces që ka një kuptim shumë më të gjerë i cili synon të jetë ndihmës i madh për gjitha komunat e Republikës së Kosovës, që duhet mësuar nga njëri tjetri në fushat e taksuara të ofrimit të shërbimeve publike efikase me performancë më të lartë për qytetarët tanë. Me që kjo është hera e parë që aplikojmë skemën Bikon me komunat e Kosovës, janë identifikuar edhe disa mangësi në komuna në procesin e aplikimit dhe paraqitjes së praktikave më të mira. Mirë po ky vit le të na shërbej për të përmirësuar performancën të ardhmen dhe të përmirësojmë në procesin e aplikimit dhe kritereve të aplikimit. Asociacioni Komunave të Kosovës do të ofroj edhe asistencën e vazhdueshme teknike që komunat në mënyrë më të lehtë gjatë pjesëmarrjes në procesin e aplikimit të dinë se si do të procedurojnë. Edhe njëherë ju falenderoj gjithëve, gjithë komunat aplikuese, në veçanti edhe njëherë falenderoj GIZ-in për përkrahje dhe mbështetje të vazhdueshme që bëjnë projektit, në veçanti projektit aktual, dhe fituesve të komunave ju urojmë në këtë rast performancë të mirë dhe komunat tjera të ndjekin modelin dhe ju urojmë suksese në tanë. Faleminderit. Faleminderit, kryetari Ismaili. Natyrisht që ky projekt pra pa mbështetjen e GIZ-it nuk do të mund të realizojë. Andaj kemi rastin që ta ftojmë për një fjalë rasti zotri Kaj Hoffman, udhëheqës i programit të GIZ-it, shërbimet e qëndrueshme komunale.
Dear ladies and gentlemen, dear Mr. Naim Misaneli, President of the Association of Kosovo Municipalities, mayors, representatives of cities, the great team of AKM and Sazan, and ladies and gentlemen, I welcome you to this ceremony, to this award ceremony. And I want to start just with a small story. When I came here 1 year ago to Kosovo, and I saw your beautiful country, and I saw that young, ambitious population who wants to reach new objectives. I heard about from all the internationals and also from the nationals, yes, the legal framework in Kosovo is perfect, but nothing happens on the ground. So I was like, what? Nothing happens on the ground. What is the visible change? No, nothing is visible change, there's nothing happening. And then I learned also, when I started to talk with the mayors are the ones who are carrying all the burdens. The city administrations are carrying all the burdens that have been done. And we have great mayors, great new mayors in different cities who have a lot of ambitions, who want to achieve something, but they're hindered. They're hindered by internal queries, they're hindered by political aspects, they're hindered by not having enough finance, they're hindered by so many things, and I have worked the last 15 years almost with cities, and I see that all over the world. It's always the same. Cities are the implementing agents of the government. They are the main stakeholder when it comes to bringing down things on the ground, to deliver services, to actively, visibly change something in their cities. And this is why I perceive urban management and working with local governments as one of the most important tasks that a country has to do. Because at the end, it's you who are implementing the changes. You can have a nice legal framework, you can have nice policies in place. If you don't have the actors on the ground who are actually implementing change, getting the private sector in, getting the civil society work, uniting the people behind them, you cannot achieve anything. So I'm very, very happy that the Association of Kosovo Municipalities has become a strong partner of ours to develop this beacon scheme. As Naim and Sazan have said before, it is not invented by GIZ or by AKM. It is an international recognized way of spreading knowledge and developing peer learning. And the whole scheme is mostly about peer learning. It's mostly about learning from each other, because the innovation that you develop on the ground, the little things that you are changing to make things happen, is what we need to spread all over the country. So the award points out for the best practices that should be enable peer learning among cities. We had an independent committee who had done an independent evaluation, and we have taken special care of it, that this was an independent committee with independent evaluation that has received the different applications and have analyzed them. And then we have had site visits to check actually if what has been written has actually been implemented. And we found out positively that not only what has been written, but even more has been implemented. So we are very confident in saying, yes, we had great applications. Everybody of you who has applied for this scheme has submitted great applications. But as with every performance award, you have to have some winners. And I'm very happy that we have these winners among us, and I think we should look up at them and aspire to go the same way, to learn from them, and jointly go into a brighter future for Kosovo. I thank you very much for your attention. E falenderojmë zotrin Hoffman. Me këtë rast, ftoj parafolësit për të ndarë shpërblimet për 3 komunat e vlerësuara për praktikat më të mira në fushën e shërbimeve publike. Fjala është për zotin Naim Ismaili dhe Kaif Hoffman. Atër po vazhdoj
derisa këta u urojnë, unë po përmend emrat dhe komunat që janë përfituese. Komisioni i ekspertëve të Gizit ka vlerësuar 3 pikat më të mira në fushën e shërbimeve publike. Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbruara, Komuna e Gjilanit. Urime. Edhe nga një arsyetim i shkurtër, pse është bërë kjo përzgjedhje, do të thotë me anë të kësaj është bërë regjistrimi i 16.500 m2 hapësira të reja gjelbruese. Janë krijuar 48.500 m2 hapësira të reja gjelbruese, duke përfshirë edhe mbjelljen e dronjëve dekorativ. Janë mbjellë ndaras këtyre 2200 dronjë dekorativ të llojeve të ndryshme. Këto hapësira gjelbruese shfrytëzohen nga 85.000 banor të komunës së Gjilanit dhe deri më tani komuna e Gjilanit ka investuar 3 milion euro në mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbruara. Urime edhe një herë. Kalojme pjesën apo shpërblimin e dytë, nëse mund të themi, task forca komunale për mjedis, Komuna Gjakovës. Urime. E udhëhequr pra direkt nga vetë kryetarja e komunës Gjakovës, të urohet një herë natyrisht. Pra e udhëhequr direkt nga vetë kryetarja e komunës së Gjakovës, praktike Rekion Kosovë, ka filluar me një korrekt të vitit 2014, ku si aksion vazhdon ende, pra dhe deri më tani ka eliminuar 12 pika të zeza të mbeturinave dhe me vetëm shpenzimet që nuk të i kalojnë shumën prej 10.000 eurosh. Gjithashtu në fushatën e task forcës komunale për mjedis është arritur që një pjesë të qytetarëve t'i bëjë inspektor kundër hedhjes së mbeturinave, të cilët me anë të fotove, dëshmive të tjera informojnë komunën. Urime kryetare. Dhe e treta është komuna e Ferizajt me ndryshimin publik. Urime. E arsyetojmë edhe këtë pse ka ndodhur kështu. Natyrisht ndryshimi i rrugëve të qytetit dhe fshatrave sipas standardeve bashkëkohore përmes zgjerimit të rrjetit të ndryshimit publik në tërë komunën dhe ekonomizimi i shpenzimeve të ndryshimit publik në komunë, si dhe zbatimi i masave për eficiencë të energjisë për ndryshimin publik. E gjithë vlera e investuar në ndryshim publik në teritorin e komunës Ferizajt arrin mbi 450.000 euro, me të cilat janë mbuluar 36% të rrugëve dhe hapësirat e banueshme të komunës ose rreth 160 km gjatësi. Urime. Kryetaret pra natyrisht që i morën çmimet, por qëndroni edhe pak këtu kryetar. Vetëm një arsyetim dua ta them, të gjithë ju të tjerët në detaje lidhur me 3 pikat më të mira komunale, detajet i keni të shtypura në tavolinën që është në dalje të sallës, ndërsa kryetarët natyrisht që fituesit i ftojnë për nga një fjalë rasti. Faleminderit shumë. Falenderoj Gizin dhe Asociacionin e Komunave për projektin. Është e vërtet që gjithë marrin pjesë për të fitu, po gjithsesi që fitoria e ka një kënaqësi të veçantë. Kënaqësia tjetër e veçantë është që përkundrejt faktit që kemi pas angazhime të rënda financiare si komunë në marrjen e mandatit, kemi arritë të i kalojmë një sfidë në krijimin e asaj çfarë është bërë, domethënë gradualisht krijimi në fakt pikat e zeza që krijohen për mbeturina, eliminimin e tyre. Një që du të ndaj si përvoj me ju në task forcen apo në menaxhimin e task forces është që detyra kryesore e task forces ka qenë që të bëhet spari evidentimi dhe pastaj kontrollimi i vazhdueshëm se kush janë ndotësit kryesor të pikave të zeza të krijuara në qytetin e Gjakovës.
Ajo çfarë ne kemi arritur të kuptojmë është që shumica e qytetarëve më tepër i friksohen prezantimit të identitetit tyre si ndotës dhe më me kënaqësi ose më shpejt e kanë pagu dënimin për ndotjen e mjedisit se sa që kanë preferuar të publikohen emrat. Do të thotë një sensibilizim masiv është ajo çfarë ka ndodhur me krijimin e task forces. Gjithashtu më gëzon fakti që me një shpenzim minimal për buxhetin e komunës kemi arritur të heqim një ngarkesë mjaft madhe, por kjo është vetëm fillimi se duhet punë e vazhdueshme sensibilizim për rujtjen e mjedisit. Ju falenderit shumë edhe një herë. Faleminderit, unë ju përshëndes zgjedhëve, veçanti zotin Hoffman nga Gizi Gjerman dhe kryetarin e Asociacionit Komunave, të cilët kanë kontribuar që e tërë kjo rrjedhë merr një përfundim kësaj. Ne në komunën e Ferizajt natyrisht që kemi bërë investimet shumëta për ndriçim publik, por asgjë nuk do të ishte e mundur pa ndihmën e së pari të USAID-it amerikan dhe të Ministrisë së Administrimit Pushtetit Lokal që kanë qenë pjesë rrjedhëse e bashkë investimeve për ndriçim publik. Vjen mirë që ne me këtë kemi sensibilizuar opinionin edhe për ruajtjen e ambientit në mënyrë që përmes energjive alternative, duke i ndrruar poçat klasik të vjetër elektrik dhe duke i zëvendësuar ata me LED kështu dhe me energji solare, po kontribuojmë që të zvoglohet edhe prania e dioksid karbonit në ajër dhe në të njëjtën kohë edhe ruajtja e ozonit, kështu si një domosdoshmëri për planetin e tokës që jetojmë të gjithë bashkë. Është një përparësi, kështu që ne kemi fituar, i uroj edhe fituesit e dy komunave tjera, por nuk ka asnjë arsye që komunat tjera të ndihen inferior se kanë njerëz është me rëndësi me marr pjesë, edhe ne veç kemi dashur me marr pjesë, pa e ditë që do të fitojmë. Vjen mirë shumë. Ganz am Ende, Herr Hoffmann, herzlichen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt für diese besonderen Preis und danke für alles, was Sie haben gemacht hier mit uns und wir sind bereit, weiter zu arbeiten mit Ihnen, mit GIS. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Është një nderi veçantë që sot në emën të zyrtarëve dhe stafit që është e angazhuar Departamentin e Shërbimeve Publike në veçanti. Sokol faleminderit. Është faleminderit që edhe mas marrës çmimit në Cyre për qytet model në Evropë Juglindore si qytet i mundësive për investime. Kjo vjen satisfaksionin më i madh për mua si kryetar i komunës Gjilanit, i cili po punon me një agresivitet në administratë, sikur që i kam këta dy kolegët, Mimoza në veçanti njët për këtë natyrë pune, por duke dashur me përmirësu shërbime për njerëz. Shërbime për njerëz dhe shërbime për qytetarët e tonë. Natyrisht provoja se si me ul shpenzimet dhe me rujt buxhetin do të mirret në Gjakov përmes task forces edhe në Ferizaj për modelin e ri, përkundër që ne kemi bërë një shtrirje jashtëzakonisht madhe të rrjetit të ndriçimit dhe angazhime tjera. Falenderoj Komisionin e Ekspertëve për vlerësim edhe Gizin, zoti Kaj Hoffman, si partner tashmë në komunën e Gjilanit, i cili ndihmon në shumë aspekte, jo vetëm në organizimin e shërbimeve më të mira, po edhe në organizimin e shërbimeve tjera cilësore për qytetarët e komunës Gjilanit. Na tre sot jemi privilegjuar, por i ndajmë dhimbjet edhe sikletet e përditshme me gjithë juve këtë gjë. Kjo është ne mundësi pak më të me punu ma shumë na jemi. Faleminderit shumë. Pra është mirë kur puna shpërblehet, natyrisht që suksese duhet kenë edhe komunat e tjera, sepse janë në shërbim të ne qytetarëve. Faleminderit shumë që ishit pjesëmarrës, ju ftojmë në një koktej rasti, ndërsa ne takohemi në ratë të tjera. Gjithë mirat.